nuk guxuan të thrasin, të hapin padi për Ilirbeqen, për sterilizimin, ndonë se dokumentat shtetërore provonin se çmimi pas nga koncesionari në vend që të ulej si të kërkon ligji, u rrit 83 herë për njësi. Nuk e thirrën dot, sepse ishte Edi Rama mrapa. Kujtohet kur vraponte nga një studio në studio tjetër me gërshan, me bish të thyrë dhe me pincat në shkura. Thoshe, ja me se operohet në Shqipëri, tani do vjedhun. Me një fjalë, nuk kanë të fund, nuk kanë të përshkruar krimet dhe vjedhjet e tyre. Por, kanë buroj të plot spakun dhe drejtësi, dhe organ drejtësisë. Ju e pat, gjykata e liroi dje. Ilirbeqe, bile, po të garantoj që pas një javë, 2 javë, Edi Rama do t'i dorëzoj ati certifikatën e mirënjohjes, si që bëri me Jurges Çyrbin, si që bëri me Bardhyl Agasin. Pra, ky është